Leximi i shenjave të ujit, gafore, peshk dhe akrep. Çfarë rezonon tek ato? Jeni përballë me një lloj stuhie, me një lloj fortune dhe parapëlqen të largoheni nga kjo lloj situate që juve ju ka krijuar një shqetësim brenda vetes. Gjithmonë e mbani dashurinë mbas vetes, e mbani dashurinë, po jeni lënduar, jeni dhe e përçartë nga mendimet. Tash shikoj që ju po largoheni nga pjesa e errët që juve e keni përpara shpirtit, po largoheni dhe me pjesë mesazhe që jo të mira që ndikojnë tek ju. Po hapi një kapitull të ri në jetën tuaj, parapëlqeni botën e artit dhe në këtë kohë i keni mendimet kreative, parapëlqeni dritën e shpirtit, parapëlqeni vendosjen që ju vendosin, domethënë çdo hap që krijoni ndaj vetvetes, jeni në balancimin e një vendosje dhe një udhëtimi në këtë pjesë kohe. Po e shikoni veten në dy lloj sfidash, në dy lloj egosh, në dy lloj pamjesh. Jeni në dy lloj situatash. Një situatë gjithmonë e merrni si për imazhin tuaj të bukur dhe të vendos diçka mesazh ndaj vetvetes. Situata tjetër është e vështirë. Keni pak frikë, ndikoni nga fjalët e errta dhe nga pasiguria juaj që mendoni që keni diçka që ju kanoset. Po gjithsesi jeni në balancim të një mendimi në këtë pjesë kohe, s'du të mendoni gjithmonë gjërat e errta, sepse gjërat e errta ju krijojnë një shqetësim brenda vetes dhe nuk ju lej që të vendosni të bëni një hap përpara vetvetes. Mashkulli tek ju tregohet intolerant në këtë pjesë kohe, po tregohet i zgjuar dhe po vendos intuitën e tij. Gjithsesi shikoj që ai mendon një ndryshim tek ju, ndryshimin në lidhje, ndryshimin në dashuri dhe ndryshimin në ecurinë e planeve tuaja. Shikoj që është si from angel ky lloj personi, lloj dashurie tek ju ndikon për mirë dhe ke një rreze drite nga universi që përcakton intuitën tuaj dhe lidhjen tuaj në këtë pjesë kohe. Tek dashuria tek ju, e shikoj që personi i dashur, identiteti mashkull, vendos te lidhja juaj, parapëlqen gjithmonë të japi urdhëra, parapëlqen të krijojë botën e tij, është person që ndikon forca tek ju, parapëlqen vetveten sepse mendon që çdo gjë që lidhet me botën reale dhe me botën universale çarkullon në shpirtin e tij dhe në dorën e tij, tek ju ndikon forca e tij, dhe te pjesa e shpirtit e tij më tepër ka iluzione, jo se ka mendime të qarta, po përdor dhe dinakrin ndonjëherë. Ju te dashuria, domethënë keni pas faza të shkëputura në 3 pozicione kohe, e shikoj që keni domethënë pas faza të shkëputura, keni mendime të paqarta dhe nuk e keni domethënë të drejtë dashurinë tuaj, të vendosur dhe jeni duke pritur akoma mesazhe nga jeta juaj, po shikoj që dashuria është e thyer dhe ju keni shumë degëzime të errta ndaj vetvetes, nuk keni e qartë dhe keni pak frikë, sepse nuk e keni të sigurta ditën e vardimsi. Çfarë mesazhe do jetë tek ju, do ndikoj tek ju? Mesazhi tek ju parapëlqen gjithmonë, domethënë të keni forcën dhe intuitën, po sa mundoni ju që të arrini gjithçka, keni frikë sepse ju shembet. Shikoj personat negativ tek ju, ju nuk depërtoni ai drejt me energjinë tuaj, jeni e lodhur dhe më tepër kërkoni qartësi në mendime. Shikoj që tek ju ndikon energji e errët, ka persona të dyfisht, ka persona që ndikon për keq tek punët dhe tek pjesa e planeve që ju krijoni. Person, identiteti mashkull, e mban veten si mbreti, është në fazat e arritjes, po ndalon të menduarit e tij dhe ka diplomacinë. Shikoj që po krijon shumë plane, po krijon domethënë në shumë fasada, po përhapet si pjesë biznesi, si pjesë pasurie dhe si pjesë vendosje tek ai, dhe gjithsesi ka pak të paqarta vendime që merr
ose më saktë bashkëpunimi që është me persona të tjerë në vazhdimsi, nuk i ka të qarta dhe kjo pjesë po heziton pak. Parapërqeni të keni botën në dorë dhe mendoni që bota është e kjo, po ju e vetëm e keni imagjinat, po jo se e keni domethënë të vazhdueshme këtë pjesë pasurie ose këtë pjesë vendimi. E shikoj që keni boll hapësira, boll rrotullime gjatë pjesës universale dhe gjithsesi mendoni që të vendosni nga një vend në vend tjetër për të krijuar një botë të bukur ndaj vetvetes. Shikoj që bashkëpunoni me një person dhe personi është negativ tek ju, është në formën e gjarprit dhe çdo mendim që u krijoni dhe çdo ide që mund të merrni dhe mund të postoni një ide tuaj, është person negativ që ja ndërpret lidhjet e mendimeve dhe finalizimeve. Çfarë vendoset në fund si mesazh tek ju? Në si përfundim mesazhi tek ju, ju keni shumë idera dhe keni tre qëllime shumë të forta. Gjithsesi sado fortunë keni përpara vetvetes, ju krijohet domethënë një hapësirë dhe keni një dritë. Shikoj që vendosja juaj është domethënë në ditën e vazhdimsi dhe ju keni kaltërsim përpara vetvetes dhe keni hapësirë në univers. Çdo gjë që vendoset tek ju është domethënë pozitive.